Zgjedhja e programit të studimit Teknologji ushqimore në Universitetin Fanoli përfaqëson një hap të rëndësishëm për studentët që synojnë të kontribuojnë në fushën e sigurisë ushqimore, inovacionit teknologjik dhe mirëqenies së konsumatorit. Studioj master profesional, cilësia ushqimore dhe kam zgjedhur këtë degë agroushqim që shikoj në të ardhmen si një perspektivë për veten time. Mendoj që do kem mundësi punësimi më të mira. Ne konkretisht në laborator ishim duke bërë nxjerrjen e materialit gjenetik RNA nga majaja e bukës. Bëjmë analizat fiziko-kimike dhe mikrobiologjike të ushqimeve. Ky program i Departamentit të Agroushqimit ofron njohuri teorike dhe praktike mbi përpunimin, ruajtjen dhe kontrollin e cilësisë së produkteve ushqimore, duke përgatitur profesionistë të aftë për tregun e punës. Është një gjë e mirë që shumë të rinj sot dëshirojnë të studiojnë shkencat ushqimore. Normalisht në rajonin tonë, në Fakultetin e Bujqësisë, prej shumë vitesh ka ekzistuar programi agroushqim, ndërsa në ditët e sotme është programi Teknologji ushqimore, i cili ndiqet nga masteri profesional Cilësia dhe Siguria ushqimore. Siguria ushqimore, cilësia ushqimeve është ajo çka i vihet theksi gjithmonë më shumë për shkak të lidhjes dhe marrëdhënies së ngushtë që shëndeti i njeriut ka me të ushqyerin. Universiteti Fanoli përmes këtij programi synon të formojë breza profesionistësh të përgatitur, të cilët jo vetëm do të ndërtojnë karrierën e tyre akademike dhe profesionale, por dhe do të kontribuojnë në edukimin e shoqërisë mbi rëndësinë e ushqyerisë së shëndetshme.